Kryebashkiaku Besion Ayazi dyfishon parat për tenderin e pastrimit të Gramshit, ku përfitues është biznesmeni Servet Dedja. Dyshohet për një lidhje klienteliste mes tij dhe pronarit të kompanisë kurore SHPK, e cila përfiton këtë radhë kontratën afro 2 miliard lek. Pastrimi i Gramshit lë për të dëshiruar, ku dhe vetë bashkia në një sondazh të publikuar në faqen e saj konstaton se ky shërbim nuk kryhet në rreth 70% të zonës rurale. Ka fshatra ku koshat me beturina nuk janë tërhequr prej një viti. Ndërkaq kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar në abuzim dhe pagesat e bashkisë Gramsh ndaj kompanisë së pastrimit të qytetit. Sipas raportit, mashtrohet me volumin e mbetjeve të mbledhura dhe të depozituara në landfillin e Elbasanit. Për mbetje të gjitha kontratat Besion Ayazi i nënshkruan me kompaninë kurora me pronar Servet Dedja. Pasi ka përfunduar kontratën 5 vjeçare për këtë shërbim, Servet Dedja ka marrë këto ditë kontratën e re për 4 vjet. Më konkretisht, bashkia Gramsh më 18 mars 2026 ka prokuroruar për shërbimet publike të pastrimit dhe gjelbërimit në bashkinë Gramsh dhe 1A Pishaj dhe 1A Kodovajt për marrëveshjen kuadër me afat 4 vjeçar. Fond limiti caktuar për këtë tender është 197.5 milion lek të reja.